Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të përgatisim një tas kebab tradicional shumë të shijshëm të shoqëruar me pilaf. Për këtë do të na duhen 400 gram mish biçi, një kokër qep, 1 deri në 2 lugë salcë tomate, 1 lugë gjelle miell, 1 thelpi hudhër, gjethe dafine, krip piper i zi, 3-4 lugë vaj, pak uthull dhe ujë. Pasi kemi shplar mishin me ujë, e vendosim në tenxhere në temperaturë mesatare. Më pas do të shtojmë pak krip dhe do ta lëmë derisa të shteroj ujë. Më pas do të shtojmë 3 deri në 4 lugë vaj dhe e trazojmë derisa mishi të skuqet lehtë dhe të marrë aromë shumë të mirë. Ktu jam duke prerë qepën në copëza shumë të imta dhe do ta skuqim tek vaji ku kemi hequr mishin. Pra në vajin që ka mbetur, skuqim qepën e grirë holl derisa të zbutet mirë. Ktu hedhim dhe pak krip. Këtu ndërkohë jam duke përgatitur dhe pilafin. Shohim që qepa është zbutur. Pastaj shtojmë salcën e domates dhe e kaurdisim pak. Ja dhe pilafi i përfunduar. Pasi kemi kaurdisur pak me salcën e domates, do të shtojmë dhe 1 lugë gjelle miell dhe do ta trazojmë ngadalë. Më pas do të shtojmë mishin në tenxhere dhe do t'i bashkojmë të gjitha së bashku përbërësit. Gjithashtu këtu do të shtojmë hudhrën e shtypur, gjethen e dafinës, pak piper të zi, pak krip dhe në fund do të hedhim pak uthull ose verë në qoftë se ju keni dhe ujë të ngrohtë derisa të mbulohet lehtë. Ju e shikoni me sy, pra mos e mbushni full me ujë, pra plot me ujë, por lëreni diku tek gjysma. Duke e trazuar ngadalë, do ta lëm të ziejë derisa salca të trashet dhe mishi të bëhet shumë i butë. Dhe ja ku është gati tas kebabi ynë, tradicional, i mirë dhe i shijshëm, i shëndetshëm. Shpresoj që kjo recetë ju ketë pëlqyer. Mos harroni të abonoheni dhe të lini një like. Do të shihemi në videon tjetër. Faleminderit!